Në qytet Zymberaj, i dyshuar për vrasjen e Erasim Binakajt, u dorëzua dje në polici bashkë edhe me armën me të cilën dyshohet se është kryer krimi. Ai u ndalua për 48 orë derisa pritet edhe kërkesa nga ana e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit. Këtë e konfirmoi për Kosova Live zëdhënësi i prokurorisë themelore të Gjakovës, Drin Domi. Është ndaluar për 48 orë. Brenda afatit ligjor do të bëhet edhe kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit. Besoj që gjatë ditës do të njoftoheni përmes komunikatës, ka deklaruar Domi. Ngjarja tragjike që ndodhi dje në qarqishinë e vjetër në qytetin e Gjakovës dyshohet se erdhi pas një mosmarrëveshje mes të dyshuarit dhe viktimës, të cilët raportohen se kishin qenë edhe miq. Jemi duke parë edhe pamje nga ngjarja e djeshme, kemi raportuar edhe live dje, kemi pasur edhe policin, po ashtu që dje natyrisht ishin më të rezervuar në informacione, ndonë se edhe deri sot aja nuk ka shumë informacione dhe konfirmime shumë zyrtare për të cilat ne mund të flasim, kështu që nuk do të shkojmë më tej me këtë rast.